Horoskopi ditor, enjte, 26 shkurt 2026. Dashi, me qenë se hëna është në dem, shmangni përfshirje në debate të kota në shtëpi. Në jetën familjare do të keni disharmoni. Mbani nën kontroll emocionet tuaja për të shmangur konfliktet. Sot mund të jeni të detyruar të merrni disa vendime të rëndësishme. Megjithatë, kushtet tuaja financiare do të përmirësohen, i dashuri juaj do të sjellë lumturi të pamas. Ju do të kaloni një ditë të tërvetëm me një libër të mbyllur në një dhomë. Do të keni surpriza nga bashkëshorti juaj. Demi, pozicioni i hënës në shenjën tuaj të horoskopit do t'ju bëjë të ndiheni mirë në jetën tuaj personale, do të keni shumë energji. Karriera juaj do të shkëlqejë dhe do të keni mundësi të shumta për të provuar aftësinë tuaj. Do të takoni miq tuaj të humbur prej kohësh. Pozicioni i parave do të përmirësohet. Do të zbuloni se bashkëshorti juaj është vërtet ëngjëll për ju. Binjakët, do të jeni të bekuar me begati dhe lumturi sot, një ditë e shkëlqyer për të vënë në veprim idetë tuaja. Pranoni sfidat dhe ecni përpara. Arritjet në jetën tuaj do t'ju frymëzojnë, do të jeni në humor për të udhëtuar dhe për të shpenzuar para me miq tuaj. Ju do të gjeni rati në krahët e të dashurit tuaj, do t'i kushtoni pak kohë edhe hobive tuaja. Gaforia, sot do të ndjeni të lodhur dhe të shqetësuar, një kohë sfidash përpara jush. Mund përballeni me problemet mëdha në jetë. Keni durim dhe vëzhgoni situatën. Do të arrini rezultate më të mira. Sot mund të keni dhimbje dhëmbi ose stomaku. Udhëtimi do të jetë i edhshëm dhe stresues, por financiarisht i dobishëm. Do të kaloni pak kohë me fëmijët që të ndiheni mirë. Sot do të takoni një mik të vjetër pas shumë kohësh. Luani, kujtimet e fëmirisë do t'ju mbajnë të angazhuar gjatë ditës suaj. Kjo mund t'ju jap tension të panevojshëm mendor. Kontratat e reja mund të duken fitimprurse, por nuk do të sjellin shumë përfitime. Mos merrni vendime të nxituara kur bëhet fjala për investimin e parave. Ka të ngjarë që sot të vizitoni disa të afërm tuajt. Dashuria dhe romanca do t'ju mbajnë në një humor të lumtur. Sensi juaj humori do të jetë pasuria juaj më e madhe. Bashkëshorti juaj mund t'ju bëjë një surprizë të mrekullueshme sot. Vizita në bregun e një lumi ose të një vendi fetar mund të përmirësojë paqen tuaj mendore. Virgjëresha, mund ta keni të vështirë të kontrolloni emocionet sot. Sjellja juaj e pazakont do t'i ngatërojë njerëzit përreth jush. Biznesmenët mund të pësojnë humbje në tregtitë e tyre. Ata do të detyrohen të shpenzojnë shumë para për të bërë më mirë biznesin dhe punën e tyre. Sjellja juaj e pafajshme do të luante një rol kyç në zgjidhjen e shumë problemeve në familjen tuaj. Nuk ka shpresë për roman sot. Ka të ngjarë të shikoni ndonjë seri web në celularin tuaj në kohën e lirë. Disa njerëz mund përpiqen të krijojnë probleme në jetën tuaj bashkëshortore sot. Peshorja, nënat e ardhshme duhet të bëjnë kujdes dhe duhet të kenë kujdes veçantë kur ecin në rrugë apo dysheme. Ju mund të merrni kthime të mira duke shitur pronat tuaja. Fëmijët do t'ju bëjnë të ndiheni krenar me arritjet e tyre. Dashuria është në ajër për ju peshore. Vetëm shikoni përreth, gjithçka është roz. Mos lejoni që të tjerët të dinë ndjenjat tuaja. Do të jetë dita më romantike jetës suaj me bashkëshortin. Ju mund ta sillni pjatën e preferuar të prindërve tuaj nga jashtë pa u thënë atyre, gjë që do t'i befasojë ata dhe do të ndikojë pozitivisht atmosferën në familjen tuaj. Akrepi, sot ju duhet të relaksoheni dhe të përpiqeni të gjeni lumturinë mes miqve të ngushtë dhe anëtarëve të familjes. Pozicioni juaj financiar do të përmirësohet ndjeshëm përmes spekulimeve ose fitimeve të papritura. Fëmijët mund të shkaktojnë pak zhgënjim në shkollë për shkak të mungesës së interesit të tyre për studime. Mos dyshoni në besnikërinë e të dashurit tuaj. Për të kaluar një kohë të mirë në mbrëmje, duhet të punoni me zell gjatë gjithë javës. Sot do të bini sërish në dashuri me bashkëshortin. Sot ju mund t'u jepni të rinjve njohuritë tuaja për vlerën e ujit në jetë.
Shigjetari, vendoseni energjinë tuaj në projekte vetë përmirësuese që do t'ju bëjnë më të mirë. Ata që po kalonin një krizë financiare për një kohë të gjatë, sot mund të marrin para nga kudo, gjë që do të eliminojë disa probleme jetësore në çift. Ritualet do të kryen në shtëpi. Ju do ta bëni jetën tuaj të denjë duke dhënë kënaqësi dhe duke falur gabimet e të kaluarës. I dashuri juaj nuk ju jep kohë të mjaftueshme, prandaj do t'i flisni hapur për këtë dhe do t'i shtroni ankesat tuaja në tryez. Frustrimi do të rritet mes jush dhe partnerit tuaj të dashurisë për shkak të mungesës së kohës. Britsjapi, niveli juaj i energjisë do të jetë i lartë dhe duhet ta përdorni për të përfunduar detyrat në pritje. Investimi në gjërat antike dhe në bizhuteri do të sjellë fitime dhe prosperitet. Dilni me miq të ngushtë që e kuptojnë situatën dhe nevojat tuaja. Ndjenjat romantike do të jenë reciproke sot. Sipas personalitetit tuaj, ju mërziteni duke takuar më shumë njerëz dhe më pas përpiqeni të gjeni kohë për veten tuaj mes gjithë kaosit. Në këtë kuptim, sot do të jetë një ditë e shkëlqyer për ju, pasi do të keni kohë të mjaftueshme për veten tuaj. Nëse organizoni më mirë ditën tuaj, mund të përfitoni nga koha juaj e lirë dhe të arrini shumë. Mund të keni mjaft kohë sot, por mos i humbisni orët tuaja të çmuara të kohës së lirë duke ndërtuar kështjella në ajër. Ujori, presioni nga të moshuarit në vendin e punës dhe mosmarrveshjet në shtëpi mund të sjellin një farë stresi, gjë që do të prish përqendrimin tuaj në punë. Telashet financiare duket se po kalojnë pasi prindrit tuaj po u japin mbështetje. Bashkëshorti dhe fëmijët ofrojnë dashuri dhe kujdes shtesë. Romanca e re për disa ju ngre humorin dhe ju mban në një humor të gëzuar. Personaliteti juaj magnetik dalës do t'ju vërë në qendër të vëmendjes. Bashkëshorti do të bëj përpjekje për t'u bërë të lumtur sot. Mund të dilni me vllajën tuaj më të vogël apo motrën dhe të argëtoheni shumë. Kjo do të forcojë lidhjen tuaj dhe do të intensifikojë marrëdhënien tuaj. Peshqit, mos pini alkool pasi mund t'ju shqetësojë gjumin dhe t'ju pengojë nga pushimi i thellë. Fitimet në biznes mund të sjellin gëzim në fytyrat e shumë tregtarëve dhe biznesmenëve sot. Dikush të cilit i besoni nuk do t'ju thotë të gjithë të vërtetën. Aftësia juaj për të bindur të tjerët do t'ju ndihmojnë të zgjidhni problemet e ardhshme. Shmangni ngritjen e çështjeve të diskutueshme, nëse ndodh që të shkoni në një takim sot. Një antar i familjes tuaj mund të insistojë të kaloj pak kohë me ju sot. Nëse po u jepni më shumë mundësi të tjerëve për t'ju kontrolluar, përveç gjysmës tuaj më të mirë, mund të merrni një reagim negativ nga partneri juaj. Sot mund të kaloni ditën me një mysafir të paparalajmëruar. Do t'ju pëlqente ajo që thonë dhe do ta ndajnë me ju.